O dhe zërdashe, si dojmë na me hynë Ramazan, as kemi dushmandëk me zvete. Si dojmë na me hynë Ramazan, a ja kemi marrë dikujt shpijen me zarë, ja kemi marrë dikujt tokën me zarë. E dikan e kemi rej, e kemi nënçmu, e shajmë rrugës. Si kina me hynë në Ramazan, kur s'kina ma bet me none me ba, si dhe hynë në Ramazan, kur burri si flet grus se vetë, si do hynë në Ramazan, kur gruja si flet burit të vetë, Allah i uzoft këto gra dhe këto bura. Si do hynë në Ramazan, kur e vladi s'fol me babën, si do hynë në Ramazan, kur me migjen e me dajs kemi ma betë. Si do hynë në Ramazan, kurse zullumin që e kemi bo halajmë majmë dur tonë dhe halas kemi shku mi thonë në falë be vla jotja kjo, se du. Ose hetë se ta kumbu këtë zullum, e të kërkoj falje e halallëk, bëjro me jotja kjo sokonim, ta ku marrë nëse isha i fort, ama pishman jam. Wallahi, shtash e kemi kohën, shtash dhe kemi alat dit, parafërsisht edhe 10 dit i kemi diri në mesin e muajit Shaban. Me në këtyre 10 ditëve vallahi si që dhe gishtin e ta vëndon në mendën e vetë, le ta kujton kujt qka i ka bo, le ta mendon mirë, se me kanë nuk ka ma bet dhe ka hasmin, le të pajtohet që ta fiton këtë shpërblim të madh, që Allahu neve me na falë. Wallahi billahi, nëse na falim dhe a falim njëri tjetrit, fitojmë shpërblim prej Allahut, falin e Rabbul Aleminit. Edhe gjithë burat e mirë, kur Allahu te bareke ve teala me madhnin e tij hinë dhe ndërmjetëson mes dy robërve të vetë, qka pret ti o vlla? Qka pret ti o babë që me ndërmjetësu mes djemve tu? Qka pret ti o shok që mos me ndërmjetësu mes shokve tu? Qka pret ti o filan mos me ndërmjetësu mes dy njerëzve që i njef? Të aktivizohen burat e mire të ndërmjetësojnë që njerëzit sa e sa më shpejt e më mire me let të pajtohen me zvete.